Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kosova dështoi për të 37-ën herë në konstituimin e kuvendit. Kryesuesi i seancës konstituive Avni Dehari kërkoi nga Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike, Alianca për Ritmin e Kosovës, Nisma dhe Lista Serbe që të bëjnë propozimet e kandidatëve të tyre për komision për votim të fshehtë, por këto parti nuk pranuan dhe nuk morën pjesë në votim. Nga 92 deputet pranishëm, 52 deputet votuan pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Kandidatja për kryetare e Kuvendit të Kosovës nga Rada e Televizjes Vetëvendosje akuzoi opozitën për zvarritje të qëllimshme të konstituimit të kuvendit. Albulena Xhiu pretendon se opozita po e zgjat mandatin e qeverisë Kurti në mënyrë të pajustifikueshme. Në një deklaratë për mediat pas dështimit të seancës, Xhiu tha se Vetëvendosje e përmbylli mandatin në mars dhe aktualisht qeveria është vetëm në detyrë, por për shkak të bllokadës nga opozita, proceset institucionale nuk po ecin përpara. Me mungesën e vullnetit për të konstituar Kuvendin e Republikës së Kosovës, opozita po e zgjat mandatin e qeverisë Kurti. Ju e dini që ne në mars e kemi përmbyllur mandatin tonë dhe jemi qeverinë detyrë, por është jashtëzakonisht e rëndësishme që të konstituohet Kuvendi i Republikës së Kosovës në mënyrë që pastaj të fillojnë afatet për zgjedhjen e qeverisë së Republikës së Kosovës. Tërësisht të papranueshme komentoi nënkryetare e PDK-s Vlora Çetaku dështimin e 37 me radhë për konstituimin e kuvendit. Ajo akuzoi Vetëvendosjen dhe Albin Kurtin për kryenësi dhe papërgjegjshmëri. Për lëvizjen Vetëvendosje, për Albin Kurtin, pushteti është më i rëndësishëm se shteti. Egoja është më e madhe se Kosova. Ambicia është më e madhe dhe më e rëndësishme se demokracia. Kjo situatë duhet të marrë fund dhe presim nga lëvizja Vetëvendosje që të reflektojë. Ishte Vlora Çetaku nga Partia Demokratike e Kosovës. Kryetari i LDK-s ju përgjigj kandidates për kryetare të Kuvendit të Kosovës Albulena Xhiu. Lumir Abdixhiku hodhi poshtë pretendimet se opozita po i zgjat mandatin kryeministrit Kurti. Sipas kryetarit të partisë së dytë më të madhe opozitare është kreu i Vetëvendosjes, që ka pushtuar detyrën e kryeministrit dhe të deputetit. Mos i dëgjoni gjithë njerëz që flasin gjëra pa fije inteligjencë. Si po ja zosin mandatin e zotit Kurti. Është jo legjitim, nuk ka mandat, e ka uzurpuar detyrën e kryeministrit edhe të deputetit në njëjtën kohë. Nuk ka logjik në gjë të tillë. Është urgjente të bëhen institucionet e Kosovës. Deklaroi Lumir Abdixhiku nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Kryetari i Nismës Social-Demokrate Fatmir Lima i kërkon përgjegjësi politike dhe arritjen sa më shpejt të një marrëveshje ndërmjet partive në mënyrë që të mundësohet ndërtimi i institucioneve të qëndrueshme të kuvendit dhe qeverisë Kosovës. Në një deklaratë për mediat, Lima i tha se Kosova ka hyrë në një fazë ku vendimet duhet të merren me seriozitet dhe jo të zvarriten përmes kalkulimeve politike dhe lorave me fjalë. Ne duhet, e thash edhe mranda, për kushtimi, angazhimi, sa më shpejt me pas marrëveshje politike, ato që këto vazhdimisht juve. Marrëveshje politike, e cila pasaj për cilët buron ndërtimi i institucioneve stabile, kuvendit edhe qeverisë. Dhe forcat politike të Kosovë, ka dalë duhet më ikë nga kalkulimet, edhe lojra fjalësh, po duhet të fokusohen të përqendrohen për mbushjen ato që presin qytetarët e Kosovës, ato që pres shteti i Kosovës, sa më shpejt, edhe ashtu jemi të vonuar, tepër të vonuar. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.